Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. E ftuara e këtij episodi ju tregon prej vitesh histori shqiptare. Unë në këtë episod do të tregoj historinë e saj. Alma Çupi, mirë se erdhe në Zë me Mirën podcast. Mirë se gjeta, Mira. Unë i them vetes që kemi qenë shoqe fëmijërie, po ti ke qenë pak më e madhe se unë. Ti ishe gjimnaziste, bie shumë sy në qytet, në Burrel, unë isha ende në 8 vjeçare. Nuk ishe me flokë të kuqe siç të njohin gjithë shqiptarët tani, po ke patur ca flokë të zinj, të drejtë, pak si Pocahontas. I kam të memorizuara teatrin, kur bëni t'ju teatr me brezin tënd, më pas kur erdhe ti për aktrim, për dramë në Tiranë, kur u martove, kur u bëre nën, kur u divorcove, kur u bëre yll në gazetari. Çfarë mendon ti për gjithë këtë jetën tënde? Unë mendoj që në fakt pas kem qenë shumë e fortë, mendoj ku e pas kem gjetë gjithat forcë për të kaluar kaq shumë trazira. Se përveç se trazira jetën e kemi kaluar edhe trazira lëvizjesh në Shqipëri, sepse edhe pse kisha fituar Olimpiadën e letërsisë në rrethin e matit, mua më çuan në Shkodër për shkak të biografisë. Një vit, ishte edhe aty kam qarë shumë, por qëllova në protestat e Shkodrës, që pati dhe të vrarë, protesta studentore. Do më thënë, ne kemi ne vetëm 3 muaj dhe pastaj u mbyll shkolla. Dhe kjo më dha mundësinë që unë të konkuroja për Akademinë e Arteve, pra të përgatitesha dhe ta fitoja vitin tjetër. Ky më duket do ke qenë momenti që ti u riktheve, ishe në përqytet dhe vini të bëni teatr, kishte lëvizje kishte vibe në qytet, të emancipuar. Do me thënë, unë ika nga Universiteti Shkodrës, se gjithë ikën, sigurisht u thyen dyqane, ka qenë situatë shumë me keqe. Dhe më dha mundësinë që unë të merresha me teatr në qytetin e Burrelit. Duket, kur thua qyteti i Burrelit, flitet për një qytet shumë të vogël, shumë të largët, i kanë thënë Malor, na kanë thënë Malok, ku di unë, por nuk ka lidhje fare, sepse në atë kohë qytetet paragjykoheshin, krahinat paragjykoheshin. Dhe një nga arsyet që unë e kam bërë këtë emision dhe kam investuar shpirtërisht, është që të thyej diferencat që ishin krijuar, mentalitetet, paragjykimet. Sepse po ta kesh një memorie, në fillim të emisionit shkoja vetëm në veri, vetëm tropoj për shembull. Vetëm në veri, dhe mbile atje në klan thoshin, mos ke gjetë në një ande nga veri. Dhe kur kthehesha në Tiranë, më thonin, çfarë njerëzish janë ata? A të vrasin? A din të flenë, a din gatujnë. E ke vuajtur ti këtë? E ke patur ti? Je ndjerë e paragjykuar? Shumë e paragjykuar. Në fakultet edhe në punë, e ke ndjerë shumë? Në Akademinë e Arteve, jo. Akademia e Arteve, për mendimin tim, ka qenë shkolla më e bukur, që mu më dha mundësi Zotit futem aty. Pedagogët kanë qenë mrekullueshëm, pa paragjykime, sepse aty vinin nga gjithë rrethet e tjera të Shqipërisë. E vetmja gjë që u bënte përshtypje atyre ishte që unë nuk kisha aksent. Po, e njëjta dhe me mua. Vinin nga Vlora, nga Korça, nga Shkodra, kishin aksent. Edhe habiteshin që unë isha nga Burreli dhe nuk isha aksent. Dhe në fakt kjo e ka një shpjegim, sepse në Burrel kanë ardhur në shkollat tona, kanë ardhur mësues nga rrethet e tjera të Shqipërisë dhe vinin dhe zgjidhin Burrelin nga veriu, se ishte më afër, nuk kishte atë klimën e ashpër, siç ishte Puka, Tropoja, Kuksi. Edhe se ishim të mirë. Absolutisht. Kemi pasur bulevard me moll. Ja, pa nxinti kemi dashur shumë. Shumë, absolutisht. Dhe nuk ka njeri që ka punuar në Burrel dhe nuk e thot këtë gjë. Dhe që nuk mban mend bulevardin e Burrelit me moll, që nuk i prekte askush, dhe në momentin e vjeljes ato shpërndaheshin për gjithë familjet. Ka qenë një qytet realisht me shumë kulturë. Po, unë ju mbaj mend juve, jo vetëm që ishit që mësonit shumë, po ju ishit goca që vishnit minifund. E di që të vishje minifund në 90-ën, në 89-ën, në 80, do më thënë, sa po ikte sistemi dhe filluat, ti vije nga fakulteti, nga Universiteti nga Tirana dhe kishe gjinse, në 91-shin, 92-shin, apo streqet që ishin shumë në modë. Pra ishin gjëra të vogla, po që tregonin stilin atë frymën emancipuse. Ti në fakt, ke qenë gjithmonë rebele edhe në vitet 80, pra ishe një gocë që bie në sy. Prindrit e tu njihen me prindrit e mi, ne vim nga familje të thjeshta. Nëna jote infermiere, nëna ime mami. Paka shumë në një qytet vogël dhe njihen të gjithë. Por ti ke qenë një vajzë e lirë. Ku t'ja dedikon ti këtë rebelizëm, këtë liri tënde? Se e pate gjithkohës e ke sot e kësaj dite? Unë ja dedikoj gjyshit tim. Mami dhe babi kanë qenë shumë fanatikë, sidomos babi njëre kishte shumë problem këtë pjesën e
kur s'ka ardhur të më shohë në shfaqje. Një herë ka ardhur, sepse u vonova e shora 9 e darkës, dhe unë që dridhesha, sa e mora vesh që kështa ardhur, dhe mbaj mund profesori im që ishte nga Saranda, Papadimo, haroj emrin tani, profesori letërsisë. Po, profesori... Bashkim Papadimo, e ka takuar, ka ndenjur gjysore për ta bindur që e ke vajzën shumë mirë, na e lër vajzën të luaj aktrim, se nuk po ndodh në i gjë e t'mershme, sepse teatri shifej, do me thënë kush ishte në teatr, shifej si këto gotha që s'kishin moral. Po, kishte shumë para gjykimim. E njëjta gjë, por gjyshi im ka bërë gjithmonë teatr. Gjyshi ka qenë pak më i lirë me gjyshen, sepse historia familjes time është që stërgjyshi im ka qenë në prefekt në kohën e Zog 10 vjet. Dhe ata kanë udhëtuar me avion, kanë qenë goxha familje e qënë, dhe kjo na penalizonte. Gjysha ishte nga Valtert, që ishin në Vinjoll, ata kanë pas letari armësh, ata ishin kulak, s'kishin fare triska frontin atë ka. Dhe unë gjithmonë stërgjyshen time ne e takonim fshetas, asnjëherë nuk tregonim që ka ardhur apo që ne po shkonim në fshat. Dhe ata kishin një lloj kulture përpara se të vinte komunizmi, edhe që reflektojë te gjyshi dhe Akademia e Arteve mua ma ka mbështetur gjyshi që të konkurroja, se unë me babin u zura dhe ika nga shtëpia. Dhe thash unë nuk vi më në shtëpi, dhe ai më mbylli derën. Tha nëse ti lë letërsinë dhe shkon në Akademinë e Arteve, ti nuk ke punë më në shtëpi. Dhe unë kam ikur, kam pasur 80 lek të vjetra për autobus nga Burreli, jam zënë me atë të arsimit, se nuk më jep të dokumenta që cilja dokumentat nga Burreli të cilja në Tiranë, dhe kur vi në Tiranë për të konkuruar, mbaj menda se ka qenë një sekretare shumë e mirë. Unë këtu pash një liri, tha, po hajme gosa futu konkuro, tha, po e fitove, tha, nuk është hall dokumenta, silli dhe më vonë. Pra, këtu ishte një tjetër liri që unë nuk e gjeja në qytetin e Burrelit, se Burreli ka qenë më ashu. Dhe gjyshi, pastaj tha, lekët do të t'japun për universitetin. Dhe kështu ka qenë historia, dhe 2 vjet, ne i thonim Babalala, Lala, i thonim dhe, ne i thonim Babalala, edhe më ka paguar konviktin, ushimin, gjithçka se ne atëherë hanim në mend, ka qenë kantina që hanim. Alma Çupi është kjo që është sot fal Babalalës. Babalala. Babalala më ka dash shumë. Edhe kisha shumë qejf që unë bëja teatr, se ai ka bërë teatr. Ata kishin jetuar edhe për te komunizmin dhe para viteve 1945, që kishin parë një Shqipëri tjetër. Kishin udhëtuar me avion. Pikërisht. Pra, gjyshi jote u thonte, gjyshja jote u thonte ka udhëtuar me avion. Babai i gjyshit tim ka udhëtuar me avion dhe e kishte atë kulturën. Dhe mami më tregon kur ka shkuar nuse, dhe kjo është detaj shumë i bukur, Vjeri që i biti stërgjyshi im, i thoshte do një çaj sa ishte mësuar me ata s'kishin bukë të hanin kur. Thoshte mami si mund të shkoj unë put pi çaj. Pra ai kishte kulturën e çajit dhe ja servirte mami tim nuse së shtëpisë. Po ishte gjë e rrallë atëherë të servirte një burr i vjetër çajin. Pra kjo ka qenë një kulturë shumë e bukur që humbi. Unë e thash, përpara se sa të vija këtu, regjistroj ndonjëherë ndonjë video të shkurtër që para njoftoj podcastin e radhës dhe po ju thoja ndjekësve të mi në storyn tim që e ftuara e këtij episodi është një njerëz që ka patur impakt në jetën time, në fëmijërinë time. Unë mendoj që ka patur një rol, nuk e di nëse e di ajo. Dhe unë nuk mendoj që ti e di, se unë po ta them tani për herë të parë, po ti unë i kam në memorje momentet kur ti më merje e përdore, se unë kam qenë vajzë e vogël që prezantoja, ti ishte vajzë e rritur për kohën që aktroje dhe kishe ëndër aktrimin, dhe unë kam parë ty, sidomos Alma, si një grua të lirë që ka bërë zgjedhjet e veta. Dhe kur e shohim këtë nga jashtë, themi shumë bukur, po ka çmimin e vet dhe liria. Çmimi i lirisë është që të duhet të punosh fort, por nuk ka gjë më të bukur se liria. Unë në fakt, nëse kam arritur deri këtu ku kam arritur, është se unë nuk kam pranuar pranga. Do me thënë mund të kem pranuar për një periudhë të shkurtër kohore, por pastaj kam dashur të çlirohem. Pra, unë nuk dua asfiksi. Gjithmonë kam dëgjuar veten time. Natyrisht pa bërë dëm të tjerëve. Pra kam dëgjuar energjinë pozitive brenda vetes time që ka çdo fëmijë, ka çdo adoleshente, çdo i ri. Dhe kam dashur të bëj gjëra të bukura në jetë. Dhe duke dëgjuar këtë gjë, mua m'janë hapur dyert. Natyrisht kam punuar shumë. Patjetër. Më është dashur të punoj shumë me orë të tëra, më është dashur të bëj disa punë për të krijuar të ardhura, për të pas cilësi jete. Unë vazhdoj të punoj akoma dhe më shumë sot, pavarësisht se e kam krijuar stabilitetin ekonomik, sepse e kam pjesë të jetës time këtë gjë, dhe kam gjetë këtë lloj formati për të pasur atë lloj lirie. Kur thua stabilitet ekonomik, për çfarë ke fjalën?
Do me thënë... Çfarë të duhet ty në jetë për ta quajtur veten që ke një lloj sigurie financiare? Po siguri financiare është kur ke një shtëpi, kur ke dy akoma dhe më mirë. Do me thënë unë i kam rregulluar këto gjëra. Do me thënë unë i kam bërë këto gjëra se kam pas dhe një gazetë time, Palomën, që besoj nuk e di. Po e di që ajo më dha goxha dorë nga ana financiare. Paloma pati shumë sukses me kohë. Më dha goxha dorë nga ana financiare, sepse Paloma i bëri shtëpitë tua. Po. Gazeta Paloma. Bëri me shtëpi. Edhe Free Europe Radio se kam punuar për një radio amerikane dhe ishim pagesa shumë të larta për kohën, ë. Pse kalove ti në gazetari? Shumë mirë bëre se të ka dalë shumë mirë. Edhe ti je një njeri, je një figurë e dashur për shqiptarët, njeriu duhet bëj shumë mirë gjën që bën. Por pse a pati një arsye që ti e le aktrimin apo thjesht nuk t'u dha mundësia? Sigurisht, nuk më dha mundësia. Ne bëm një grup teatri par privat, është krijuar nga vajza e Kudret Velçës, të Ndjerit, ka vdekur profesori, dhe Elona, dhe neve nuk dinim të gjenim të ardhura, të gjenim sponsora, po flasim për vitet 1995, nuk ka qenë kjo kohë që është sot, që ti shkon, më vjen shumë mirë që emisionin tonë dhe sponsorizon Lejthiza. Ne atëherë nuk i dinim këto. Edhe ti. Po, shumë faleminderit e shumë Lejthiza na ka mbështetur. Domethënë atëherë ne nuk i dinim këto ura komunikimi, si të gjenim një. Ka qenë dhe një kohë e vështirë. Zakonisht mbështeteshin miset në atë kohë, spektaklet e miseve. Edhe nuk po bëj fjalë për një trup private, kështu që ne bëm një shfaqje shkuam në Liverpool në një kompeticion ndërkombëtar, u paraqitëm shumë mirë dhe mendum që do ta vazhdonim të grup privat teatri, por para nuk bëhet asgjë. Dhe unë ngela në mes 4 rrugëve në Tiranë. Si tu dha mundësia? Unë nuk doja të kthehesha në Burrell, ë? Jetoje vetëm? Ishe me Armandon atëherë? Jo, s'kam qenë e fejuar. Do me thënë, kishim një lloj marrëdhënie, po jo. Punoje? Unë punova Roland Roshi, profesori im, edhe ai ka ndruar jetë, ka qenë një njëri shumë i shkëlqyer. Dhe më futi në Radio Tirana, recitoja poezi, dhe merrja një onorar shumë të vogël, 25.000 lekë të vjetra për kohën në muaj, 2.500 lekë të reja, që çfarë mund bëje? Sa bukur të marrësh një lloj roge, të marrësh rog duke recituar. Jo rog, ishte honorar. Të marrësh honorar duke recituar poezi. Po, bëja dhe lexoja dhe zërat e disa dokumentarëve në TVSH, dhe mi po nuk më futën kurrë me rog në TVSH. Duhej shumë mik që të futeshe me rog. Dhe poqe. Po, me sa munda, do me thënë, unë isha aty, asnjë nuk më merte, e kupton, kështu ishte koha me mik, nuk e di si është tani, në të futesh në shtet. Isha me biciklet në bulevard edhe ka qenë një gazetar i kohës tonë, nga Burrelli dhe ai, dhe qa po bën, i thash jam pa punë, ti pa punë. Hajde, tha puno gazetare, tha se po punojnë gazetar njerëz që s'kanë bërë as shkollë. Se kështu ishte. Ja patrioti. Jo ti dha që s'ke libër pa lexuar, se ne jemi një brez që kemi lexuar shumë libra. Unë 17 vjeç lexoja Alfreducin, estetikën. Nuk e di si e kuptoja, se ta lexosh 17 vjeç, domethënë librat Balzac, Guy de Maupassant, letërsi ruse, e kemi lexuar gjithën. Domethënë dhe ai ishte i bindur që unë bëja këtë punë, pavarësisht se gazeteria s'kishte lidhje fare me leximin. Kur u futa, pastaj kuptova që me çfarë ka lidhje gazetaria? Kur u futa gazetare te Gazeta Albania, kuptova që s'kishte lidhje fare me aftësitë e leximit. Megjithatë, aty gjeta vendin tim për të bërë reportazhe. Fillova si gazetare kulture, pastaj me feature story. Jam trajnuar nga pedagogët huaj fal ambasadës amerikane, na kanë ndihmuar shumë si të bëjmë feature story dhe profile. Pra reportazhe dhe profile njerëzore. Dhe kjo ishte arsyeja që dhe Mand Shkullaku kishte lexuar ato shkrime që më sugjeroi të merresha me reportazhin televiziv në ABC News. Okej. Çfarë të mësonin trajnuesit amerikan? Çfarë ishte një gjë që të bëri përshtypje atëherë Alma dhe të ka shërbyer në këtë punë? Unë kam marrë mësimin, leksionin e gazetarisë, që edhe sot njerëzit nuk e dinë. Unë s'kam për të harruar, ka qenë një Abedin Çiçi që ishte shumë i vjetër në atë kohë, 80 sa vjeç, dhe ai të shkonte në fshatrat e Tiranës dhe mësonte njerëzit si të mbjellnin pjergullat e rrushit, si të kultivonin rrushin. Dhe i them unë profesorit tim, që vinte nga New York University, ishe nga më të njohurit për kohën, dhe i them, kam këtë histori për gazetë. O shumë mirë, tha, çfarë ore zgjohet ai? I thash, unë zgjohet në orën 5, merr autobusin e Laprakës, nga autobusi i Laprakës merr autobusin dhe shkon këto fshate të Tiranës. Shumë mirë, tha, në orën takojmë bashkë, ta ke studi mediave, tha, në orën 4:30 të mëngjesit, se s'kishim makina në atë kohë. Se kjo ishte historia. I thash, po s'kam nevojë, thash, të shkojmë ta takojmë, se ne i dim, se ne e bënim gazetarin atëherë me thashë theme. Edhe e takoj profesorin, shkojmë në Laprak,
pim kafen, marrim atë, do të thënë, unë personazhin atë ditë e kam ndjek nga fillimi deri në fund. Tani tha do ta shkruash tha, shkrimin. I thash, po m'fal, po ne këtë luks nuk e kemi. Se ishte edhe problemi që nuk e kemi luksin për ta bërë këtë lloj gazetarie. Megjithatë, mua më shërbyen për të kuptuar se si bëhet gazetaria e vërtet. Ti duhet ta ndjesh personazhin. Dhe është gazetaria ngadalt në kuptimin që ti ke kohë të merresh gjatë me një ngjarje. Ti nuk mund të prodhosh çdo ditë histori, sepse nuk i ndjek dot. Nuk e ndjek dot zotrin që mbjell pjergullat. Dhe kur më tha profesori që ti s'do ta botosh sot shkrimin, po do marrësh dhe një ditë kohë ta përpunosh, pastaj Ylli Rakipi tha, ma hiq tha këtë, tha se ne s'kemi kohë, tha të bëjmë një shkrim, tha në 3 ditë, tha, do mbushet faqja e gazetës, do të thënë, është dhe ky realitet. Gazetaria të konsumon. Është e vërtet, të paktën në versionin shqiptar. Shkojmë prapë tek jeta jote personale. Mua mu duke atëherë shumë mirë, jeni dukur një çift fantastik me Armandon, regjisorin. Po, na bashkonte dhe Arti. Ju bashkonte Arti dhe kur kam mësuar që ishi divorcuar, jam habitur pak. Në fakt, divorcin e kërkova unë, sepse unë nuk isha e prerë për të jetuar në një marrëdhënie që nuk funksionon. Ti ke probleme me martesën apo? Jo. Ne kuptuam që ne ishim shok shumë të mirë, por nuk mund të ishim bashkëshortë të mirë. Dhe këtë e kuptuam. U bëm pak gjërat të nxituara, u fejuam shpejt, bëm vajzën shpejt, bëm dasmën. Bile kemi bërë të hotel dajtë, kemi bërë një nga dasma në të bukura, për kohën ishte shumë madhështore. Dhe kuptuam që ne nuk mund të jetonim bashk. Por si shok, jemi shok shumë të mirë. Keni mbetur miq? Ne bëjmë shakave sot kur takohemi, nuk se takohemi shpesh, por është tjetër gjë martesa dhe është tjetër gjë shoqëria. Në një moment mu duke se u zhvendose në Francë? Po. Jetove disa kohë atje? Unë, kur shita aksionet e Palomës, doja që të ikja nga Shqipëria për vajzën. Se nuk ishte viza atëherë, nuk ishte kështu, nuk ishim futur liberalizimi. Dhe mendova që mund të bëj letrat, ta stabilizoj vajzën në Francë, të bënte shkollë, se unë Francën e kam pas gjithmonë pikdobët, se frëngjisht kam bërë në shkollë, me mozhet e famshme, e mësonim frëngjishten. Edhe unë, por nuk arrita do të bëj letrat, edhe u ktheva. Dhe ndoshta e kishte shkruajt energjia e mirë, zoti që të vija dhe të bëja emisionin që bëra. Unë e dija që të çoj një lloj dashurie atje, një histori dashurie, po mbase e di unë gabim. Po, pata një lidhje shumë bukur që e shijova, por aq, pastaj më duhet të zgjidhja o Francën o Shqipërinë, o Francën pa dokumenta, o Shqipërinë si shtetase. Unë pa dokumenta nuk jetoj dot askund, unë duhet jem e lirë. Dhe kur je pa dokumenta ti nuk je e lirë. Kështu që unë prapë zgjodha lirinë. Ke zgjedhur gjithmonë jetën tënde. Sot nuk je penduar, besoj. Absolutisht. Unë nuk kam penduar për asnjë vendim që kam marrë. Përkundrazi, them sa mirë më ka çuar kjo energji e bukur drejt këtyre vendimeve. Edhe pengesat i ke parë si pjesë. E kam vuajtur, çdo gjë e kam vuajtur dhe këtë them pse e kam vuajtur. Po kur je më e re ti nuk e kupton që gjërat kalojnë, të duket fundi botës. Por nuk është fundi botës, aty është fillimi botës. Se shikon, ti dukesh natyrë sportive, e fortë, po kjo s'do thotë që njerëzit që duken kështu nuk vuajnë. Jo, po, vendimet që kam bërë kanë qenë vendime shumë radikale. Do me thënë të bëje divorc në atë kohë ishte shumë dhe është në familjen tim ishte divorci i parë, në gjithë fisin tim. Mu nuk më lindte familja të ndasha. Unë kam ne 2 vjet për të ndarë, se mblidheshin të dyja familjet. Pra nuk e qenë kollaj për të ndarë. Edhe kur ti do të ndahesh, nuk të lënë të tjerë të ndahesh. Se ishte tabu. Tani ndahen kollaj, e kuptoj, tani është bërë dhe mod të ndahesh. Por po flasim për një kohë tjetër. Por ne ka qenë turp i madh të ndahesh, të lësh me fëmijë, sidomos kur je edhe me fëmijë, domethënë. Unë e kujtoj, ishte ngjarje madhe. Ngjarje u mblodh tërfisi, babalala i pari, gjyshi. Gjyshi kishte ka pasur gjithmonë për si do ndahesh, mblidheshin. Çfarë tha babalala? Babalala e ka pas gjithmonë problem ndarjen time, gjithmonë problem. Dhe çfarë shifteni çunë për Tiranë, thoshte, po ta takosh një herë këtë se kishte shumë problem që isha vetëm. Nuk ka dashur që ti jesh vetëm. Tani je vetëm? Unë asnjëherë nuk kam qenë vetëm. Përgjigje që dua. Asnjëherë nuk kam qenë vetëm. Unë gjithmonë kam qenë e shoqërisë, gjithmonë e dashurisë. Unë gjërat e mira nuk i lot më ikin. Kur e shoh një gjë, e shijoj. Por ai sa është. Jam përpjek të arris veten. Jo vetëm. Mu më kanë ndihmuar shumë njerëzit rreth rrotull. Do përmendja Linda Spahiun, do përmendja Lira Gjikën. Unë i kam pas mikesha në vitet 90. Pediatrë të shkëlqyera.
po vajza gratë super të lexuara. Të mençura shumë. Të mençura, dhe ne rinim te Magellani, ish Magellani se tani bo pallat aty. Edhe, domethënë ne rinim me orë të tëra duke diskutuar. Dhe ato gra mua më kanë mësuar çfarë do thotë jesh nën, çfarë do thotë jesh grua dhe çfarë do thotë jesh gazetare. Sepse unë kam jetuar në një klimë shumë ignorante. Vërtet Tiranë, po Tirana vetëm emrin kishte Tiranë. Sepse dhe ata që erdhën në Tiranë nuk është se ishte pjesa më e mirë. Unë kisha menduar të pyes që më pëlqen ti pyes kur flas për jetët e të tjerëve, dua të di a ka personazhe të cilët njerëz që janë mirënjohës. Edhe mua më duk se kur ti i the, doli Baba Lala dhe dolën dy gra të jashtëzakonshme që e kanë ndikuese. Jetën nuk na ndikojnë vetëm njerëzit me të cilët jetojmë, Alma, çdo ditë. Ndonjëherë dhe njerëz që i takojmë 2-3 herë, sikur dhe një herë gjatë jetës, po na thon diçka që na ndezi një llampë dhe ne pastaj e mbajmë mend për gjithmonë. Është shumë e rëndësishme që sidomos të rinë me njerëzit e duhur. Nganjëherë të duket sikur ama se shoqëria s'ka ndikim. Ka shumë ndikim. Unë kam pas fat që në një moshë të re, 22, 23, 24, domethënë kam ndenjur me njerëz të tillë. Që të dinin, të orientonin, që ne diskutonim. Sot tavolinat janë bërë vetëm çështje mode, banalitete. Atëherë ka qenë tavolina të tjera. Ka qenë shkrimtari Zia Çela, ne ndanim kafet, pra njerëz të mençur që na kanë dhënë shumë dhe unë jam mirënjohëse pafund. Sa mirë. Pati jonë janë dhe njerëzit që na rrethojnë dhe takojmë gjatë jetës, rastësisht edhe apo dhe po dhe duhet i vlerësosh njerëzit, se ka njerëz të mençur kudo. Po ti nuk i shikon më as nëpër media njerëzit të mençur dhe thua, po si u bë Shqipëria kaq budallaqe? Ka shumë njerëz të mençur. Pse e kemi këtë? Pse nuk ka hapësirë njeriu i mençur, njeriu i ditur, njeriu urtë në shoqërinë tonë? Sepse njerëzit kanë tendencë të shkojnë te e thjeshta, tek bumi, tek gjëja që bën buj. Dhe kjo buja është fut sapuni dhe harron që duke investuar në njerëz të mençur, ti ke më të konsoliduar të ardhmen e çdo programi, të ardhmen e çdo karriere. Edhe unë këtë e kam vërtetuar me emisionin tim, kur hapa emisionin, normalisht atëherë bëheshin vetëm spektakle, minifunde, ku di unë, vajzat bukura, çunat bukur. Unë shkova te njerëzit. Ndoshta nuk e kisha që në fillim audiencën, por unë u jap mundësi njerëzve të flasin, traditës, nxjerra të shtëpinë e vjetër, nxjerra të kaldrëmi. E prisje që do kishte këtë sukses, Alma? Sigurisht. Unë kanë ndihmuar shumë trajnimet për të kuptuar, kjo është unë përpiqem bëj gazetari të vërtet. Po. Pavarësisht se nuk e kam. Ti nuk përpiqesh, e bën gazetarinë e vërtet. Po, jo, ndoshta do më shumë kohë. Po mirë, po e bën. Brenda kohës që kam, përpiqem të jem sa më profesionale. Po të kisha më shumë kohë, do bëja perla. Po të kisha më shumë kohë. Po e ke luksin t'ja japësh vetes kohën? Po jo, se unë duhet prodhoj çdo javë. Është montazhi, është udhëtimi. Rregullat i bën ti tani. Po duhet çdo javë, se unë kam një orar në TV Klan që duhet ta respektoj. Në një moment të jetës duhet vendosësh si e do Alma, jo si e do Klani. Të bësh për shembull vetëm 12 episode gjatë gjithë vitit. Do ishte një ëndër shumë e bukur. Ti dukesh njëri që i ke vendos vetë rregullat, ma habit që thua. Po ndoshta do shkojmë aty. Unë duke i futur dhe miza tani. Të shkoputem dhe unë. Po mendoj që e bën, patjetër që e bën. Nuk mendoj. Mendoj që televizioni ka nevojë për ty. Jo ti, për një televizion. Ti e ke bërë gjën tënde dhe sigurisht televizionet ne kemi mësuar, jemi rritur aty dhe nuk ka asnjë lloj. Klani është liri, ë. Klani është nga televizionet që t'jep mundësi lirie dhe unë këtë e kam vlerësuar gjithmonë. Unë shkullakun më shumë, se Sandri nuk është se merret me ne. Unë e vlerësoj për anën profesionale. Dhe po mos kishte qenë shkullaku, drejtor aty, ndoshta ky emision s'ishte bërë fare. Se është shumë vështirë gjesh makinë, gjesh kamera. Nganjëherë për budalliqe të vogla ti nuk e bën dot emisionin. Shiko, ke ndonjë moment që thua u lodha duke vrapuar si maraton normal nëpër Shqipëri? Jo, unë tani kam nisur një vrap akoma edhe më të fortë, sepse Shqipëria po humbet. Dhe po përpiqem të fus në karta, në kamera, gjëra që nesër nuk do t'i gjesh më. Dhe kam hyrë nëpër fshatra. Mua po më shijojnë shumë fshatrat. Isha në Kosovë të Përmetit, një fshat me shtëpia 4 katëshe. Si quhet? Kosovë e Përmetit. Se dia që ka fshat Kosovë në Përmet. Po shtëpiat ishin si shtëpia e zekatëve, si shtëpia e skondulajve.
tipike Gjirokastrite, me ato harqet të bukura, me ato që po rënohen, dhe unë po përpiqem ti memorizoj sa të mundem. Njerëzit po hikin. Nuk do t'i gjejmë ato nënat përmetare, që mua më ka dhënë një viralitet jashtëzakonshëm për rrjetet sociale, jo vetëm në emision. Se ato s'do jenë më. Pra, se ato kanë traditën e gatimit, traditën e mirëmbajtjes shtëpisë, dhe prandaj kam marrë një vrap tjetër, dhe po më pëlqen ky vrap. Shpresoj Zoti na japi fuqi dhe shëndet. Patjetër. Me shëndet, fuqi dhe me dëshirë për të bërë gjëra. Në një kuptim po kuptoj që ti po dokumenton Shqipërinë që po humbasim. Po. Këtë kam, domethënë, këtë po bëj, sepse po humbasin gjërat, se unë sa herë shkoj në një vend nuk e gjej më siç kam shkuar, se jo bëhet një hidrocentral, jo bëhet një investim idiot, jo rregullohet, prishet një kull, hubin gjërat. Ja këto, shqiptarçe. Prishet kulla, bëhet ndërtim i ri. Unë flas shumë dhe me banorët. Ruani gjërat, ruajini derën e kullës. Ato derën unë e kam parë derën në Francë. Derën e vjetër e kishin bërë tavolinë. Derën e vjetër. Dhe këtë e kam parë para 20 vjetësh në Francë. Dhe ne i shkatrojmë dhe vëmë duralumin. Nuk kam asgjë kundra duraluminit. Po duhet të ruhet e vjetra. Vërtet. Se s'duhet të dështojnë dhe këto bizneset e duraluminit. Je shumë e veçantë. Shiko, përveç që unë mendoj që nuk ka qenë thjesht linja historisë dhe vetëm nënat e përmetit apo kullat apo ushqime që ti ke sjell, unë mendoj që njerëzve u kanë gjitur dhe ky sinqeriteti, ti je shumë bio. Dëgjoj, ky udhimi i historisë shqiptare është udhimi i fëmirisë time. Unë kur kam qenë fëmijë e deri në gjimnaz, ne na çonin 3 muajt e verës në fshat. Ka qenë një traditë aq e bukur dhe unë habitem kur dëgjoj sot këto rastet ngacmime pedofili, ngacmime brenda familjes, ne nuk i kemi njohur këto gjëra. Ne shkonim kur them në fshat, ne nuk është se i kishim dhe shumë të afërt, që po shkon te daja ose te xhaja. Shkonim edhe te kushërinë të tretë, të kushërinë të katërt. Dhe kanë qenë 4 fshatra që unë shkoja. Ka qenë Klosi, që është rruga e Arbrit tani që është ura e Vashës, ka qenë Lisi, nga kisha origjinën e babait, Vinjolli dhe Derjani. Dhe unë në fëmijëri kam parë gjëra që shoh sot te historia shqiptare që u sjell njerëzve. Unë po udhtoj në fëmijërinë time. Ato kullat, dhe unë kur shkoj në një shtëpi sot në Shqipëri, unë shkoj te njerëzit e mi. Unë kështu i shoh. Dhe kur shoh atë nënën më duket sikur është ajo nëna që më priste në klas, që më bënte ato 2 vezët me gjalp, me gjizë, fshatin, më jepte atë dhallin. Gjizetlin. Gjizetlin, me po. Shiko, po shikoja David Beckham, e kishte uruar Victoria Beckham dhe bënte, ne i themi bakla, unë nuk e di si u thonë. Po, bakla i themi, po. Ne në anët tona i kemi thënë bakla, dhe mua më kujtoj që gjyshja i merrte në kopsht, edhe na i bënte tek soba me zjarr, që ziheshin ngadalë, mirë, edhe them, shikoj, i them motrës, por ç'bën David Beckham më shumë se nëna jonë, gjyshja jonë. Edhe më të pasurit po shkojnë tek ajo e shkuara, tek ajo që ne atëherë ndoshta na është dukur pak, na është dukur varfëri, sot kemi shumë nostalgji. Jemi shumë fat që po e bëm këtë. Dhe unë prandaj po e bëj këtë udhët. Unë po udhëtoj në fëmijërinë time, se kur shkoja. Po më me vete në ndonjë. Po, me shumë kënaqësi. Në veri dua. Dhe unë gjithmonë ulesha tek dritarja e kullës, në Vinjoll ka qenë kullat, kanë qenë shumë të trasha ato muret. Se hanin në sofër njerëzit në atë kohë. Hanin gjithë në një pjatë. Dhe unë fakte kisha e qik me sikleta të punën e lugës. Edhe ma vinin veç mua dhe ulesha këtë dritarja, dhe unë e kam kujtim shumë burë, dhe unë kur shoh kulla, unë kam një emocion mira që nuk ta shpjegoj dot. Dhe them, ku është i Zoti kësaj kulle, ta bëj intervistë. Do vit bëj emision. Domethënë unë shkoj bëj emision aty ku nuk ka asgjë, por që ka gjithçka. Aty ka më shumë? Jo, aty ku duket që s'ka asgjë. Po, e vërtet. Dhe bile habiten edhe njerëzit, po si s'të mbaruan tema aty. Po në fakt nuk mbarojnë tema. Po nuk mbarojnë, se Shqipëria është shumë e pasur. Mjafton të kesh sy ta shohësh. Okej. Shumë, kjo është përgjigje shumë e bukur. Dhe unë përpiqem të shoh gjërat. Janë shumë, edhe njerëzit janë shumë veçantë. Ata që kanë ngelur. Mëson besoj nga këta njerëzit që takon, mëson gjëra ndryshe, jo si me lira gjikën, po mëson gjëra të tjera. Sigurisht. Është urtësia popullore. Ndonjë gjë që të ka thënë ndonjë plak që e ke në mendje dhe mund ta ndash, unë vdes për historitë e plakave. E nënave. Më ka bërë përshtypje tek nënat e vjetra që nuk lodhen. Janë shumë vitale. 80 vjeç e shkon punon kopshtin dhe
E vetmi leksioni i tyre është që ato në mënyrë inkoshente, si ta themi, e kanë shijuar jetën. E kanë shijuar varfërinë, e kanë shijuar sforcimin. Do me thënë kanë qenë në për aksione, kanë qenë në kooperativ, që të qoshin 4 të mëgjesit. Pra ato kanë ditur ta shijojnë jetën. Ato që ne sot, që i kemi gjithë shka dhe nuk dim, dhe kemi stres, kemi depresion. Do me thënë... Anhedonia, kemi një lloj pamundësie për të kënaqur. Pse e kam vënë këta? Ajo bën një gatim, që do 4 orë, dhe them ku e gjen, do me thënë, durimin kjo grua, dhe rje përzien, rri në këmbë. Do me thënë, ata e shijojnë. Prandaj duhet fshati, prandaj duhet natyra. Sepse asfalti dhe zhvillimi ty të bën vetëm të nxitosh, mos kesh kohë të shohësh veten tënde. Të thuash një kush jam. Të ndalosh. Të ndalosh, të kuptosh se kush je. Dhe këtë ta jep natyra. Absolutisht. Ata duhet jenë njerëzit më të lumtur në botë. Po lexoja diku në Instagram, Alma, po thoshte që nëse do që mendja të flerë në mbrëmje, përpiqu të lodhesh fizikisht. Është e vërtetë. Aktiviteti fizik, të jep mundësi, natyra, jeshilja thonë për syrin dhe për mendjen është gjithçka. Po jo vetëm kjo, unë kam lexuar kur isha në Francë libër të vogël, çfarë është lumturia. Dhe lumturia ishte ke gjërat që nuk ta pret mendja. Do thot, rashi, lëre veten të lagesh, po të bësh çull, që kur shkosh bësh dushin, ti thua, "Oh, faleminderit Zotit që kam një dush dhe po lajm." E kupton? Pra duhet ta lësh veten në ekstremitet. Kam vënë re të huajt që marrin bebe, fëmijë të vegjël, 2 vjeç, 3 vjeç, dhe marrin shtegun Pigs of the Balkan, shtegun e tropojës, që është një nga më të vështirët. I marrin, i lën të hecin, e lën të rrëzohet. Dhe kjo është gjëja më e mirë që bëjnë ata. Dhe e kam të vërtetuar këtë ke vetja ime, sepse babi, gjyshja, ne shkonim në përfshatra në këmbë. Nga Burreli, të shkosh në Klos, në Lis, ne shkonim dhe në këmbë, se s'ka pas makina atëre. Ishte një makinë rasi dhe merrnim, i thonim ne bëjmë më shkurt në këmbë. Dhe merrnim ato rrugën lart. Dhe gjatë rrugës ne ishim vegjël dhe lodheshim. Dhe babi im e bënte si lojë. Dhe thoshte, do shohim strofullën e lepurit atje. Edhe ne nga kuriozitet, dhe gjente një gomush aty, e sajonte historinë. Edhe aty as lepur as gjë. Po ku është lepur, ja ka ikur se do haj ushqim dhe do vi pastaj. Pastaj thoshte aty do shohim breshkën. Pra gjithmonë krijonte dhe në këtë krijim të arinë e bënim 5 orë rrugë. Edhe të shkoj jeta duke bërë 5 orë rrugë çdo ditë. Je mirë të mban në formë ecja nëpër Shqipëri apo bën edhe palestër? Bëj palestër, yoga sidomos. Jogën e kam. Je në fazën e jogës. Yoga është sporti më i mirë. Si po duket jeta atë 5 jeta? Po mirë është. Në fakt më duket pak më vjen shumë keq që po ikën kaq shpejt jeta. Nuk e dija që ikte kaq shpejt jeta. Tani po ikën shumë shpejt një herë. E them aman si s'ndalon domethënë. Pas 40-ave si ku merr një super xhiro. Por ikën shpejt se ke filluar tani kuptohet dhe jeta, se kur je shumë e re ti nuk e kupton se çfarë fuqie ke, se sa e bukur je. Duhet gjithmonë të themi fëmijëve që janë shumë të bukur. Se është gjuna se ne për shembull jemi një brez që ne nuk e kemi ditur sa të rinjishim, sa të bukur ishim. Edhe shumë gjëra na kanë kaluar, edhe kur na bënin një kompliment thashë, po ja fut kot, nuk dinim të thonim faleminderit, kishte shumë mos, se kështu ishte koha. Tani gjërat e kanë ndryshuar, por është gjë e bukur që kur punon shumë dhe ke një lloj stabiliteti dhe bën punën që do ti nuk e ndjen kur moshën. Unë realisht moshën nuk e konceptoj dot fare. Nuk e di sa vjam, domethënë. Nuk e them dot se më duket shumë e madhe mosha ime, po ta them. Dhe kur nuk e them jam 20, 30, aq e di domethënë, vetëm sikur më ka ngel koha në vend. Po. Jo fizikisht, ose fizikisht njeriu ndryshon. Por në tru aq jam. Paret me ditë. Pak më e mençur se sa kam qenë. Vetëm e re po me pak përvojë. Pak përvojë më shumë. Më shumë, po. Vajza sa vjeç shkoi? Vajza është 27. Është rritur. Ajo bën jetën që unë dua. Dhe jam përpjekur shumë që ajo të bëj jetën që unë nuk arrita dot ta bëj në moshën e asaj. Ajo shijon bën muzikë. Ka grup muzikor. Shkon në për festivale. Shëtit botën. Ka bërë shkollën që do. Zihet me mua për çdo gjë. Më pëlqen shumë që është rebele, se kështu kam qenë dhe unë. Do jetën e vet, do pavarësinë e vet. Është shumë rebele, shumë e lirë dhe i ka bërë gjërat shumë mirë.
Shkollën e kam mbaru, masterin e kam bërë, po bën diplomën e masterit. Je ti që e mbështet për gjitha? Unë e kam mbështet vetëm nga ana financiare. Unë nuk i kam bërë asnjë lloj aplikimi, se s'di t'ja bëj. I kam bërë gjitha vetë. Edhe unë e kisha pyetje financiarisht. Se është e rëndësishme, babalala është i rëndësishëm. Po, unë jam si babalala. Se nuk realizohen ëndrat nëse dikush nuk të... Por nuk më ka harxuar se ajo ka bërë shkollën në gjermanisht, e ka bërë shtetërore në Gjermani. Kam mësuar gjermanishtën dhe ka bërë në gjuhën e vendit. Ke qenë, besoj, mami shoqe me të? Jo, unë nuk jam një mama shumbullore, shumë, si gjithë mamat e brezit tim, që mezi kemi kuptuar se çfarë do thotë kesh një fëmijë. Sepse unë u bëra me fëmijë në një moshë të thash që nuk e dija çfarë është fëmia, thjesht për traditë familjare që kur martohesh do të bëhet dhe fëmia dhe kështu e bëra dhe gocën. Dhe Lira Gjika me Lindën kemi bërë shumë biseda për të kuptuar se si komunikohet me fëmijën, se ne s'kemi ditë komunikojmë me fëmijën. Tani ka dhe libra që i flet fëmijës në barke, po këto gjëra nuk konceptoheshin atëherë. Ka qenë një kohë që kur të shife një gru shtatzën thoshte mener është shtatzën, e kupton, deri këtu ishte shtatzania. Shtatzania konsideroi, nuk them Tiranë, po them mentaliteti i përgjithshëm, se dhe Tirana në atë kohë ishte Shqipëria, se tu erdhi gjithë Shqipëria. Edhe nuk ka qenë gjë e bukur shumë kjo pjesë. Por ti ju nënshtrove mësimit, pra deshet mësosh që të prindërosh. Absolutisht, unë përpoqa shumë. Nëna nuk është thjesht vetëm, nëna është instiktet e mamësisë duhet i ketë një grua. Por besoj dhe mësohet. Duhet mësosh. Gjë që si di nuk i bën dot. Duhet të mësosh jo vetëm të rrisësh fëmijën, po duhet mësosh edhe të dashurosh. Se dashuria nuk është kështu e pashun, ma bëri zëmra bam. Jo, është investim, është art. Dashuria është art. Të duash fëmin, të duash partnerin, të duash shoqërin, është art në vete. Dhe këtë se kam thënë unë, këtë e ka thënë Fromi, arti të dashuruarit. Është një gjë që mësohet. Dhe kjo mësohet duke lexuar, duke qenë me njerëzit e dur, duke pas energjinë e mirë. Kështu që dhe fëmia është art. E bëre fëmin ti dhe i dhe për të ngrënë, nuk është kjo. Ose ja plotësove kushtet. Duhet di ta dëgjosh, duhet ta pranosh karakterin që ka fëmia, se ne fëmin e quajmë dhe pronë. Fëmia është prona ime dhe unë do bëj çfarë dua unë. Jo, këtu është gabimi që bëjnë gjithë prindrit, që e bëjnë gjithë sidomos neve, që s'kemi, se dhe shkolla që kemi bërë nuk s'kemi lexuar filozofi, psikologjin, unë librat e filozofisë mbas 90-s i kam lexuar, se atëherë ka qenë literaturë tjetër. Kështu që është art dhe unë jam përpjek ta mësoj sa më mirë këtë lloj arti dhe të kuptoj se si ta lë atë të rritet. Sa ajo gjithmonë ka kërkuar të rritet. Unë gjithmonë kam kërkuar ta mbaj. Pra është një luftë e madhe. Jetoni bashkë apo ajo? Jo, ajo që 18 vjeç ka ikur në Gjermani, ka bërë shkollat, edhe këtu në Tiranë kur vjen rrin me mua te shtëpia ime sigurisht, por nëse do kthehet në Shqipëri ka shtëpinë e vet, i kam thënë me mua jo. Dhe ajo e pëlqen këtë gjë. Edhe unë nuk dua të jetoj me të. Po. Dua shpjegimin tënd pse nuk duhet jetojnë bashkë. Sepse ajo është ajo. Arba është Arba, unë jam Alma. Secili ka ato diferencat e veta. Është shumë e rëndësishme çdo njeri të ketë hapësirën e vet. Jetesa bashkë ka qenë gabimi më i madh që është bërë në komunizëm, se atëherë aq ishte mundësia. Të jepte shteti një dhomë kuzhinë ose dy dhomë kuzhinë edhe 3 kuror bashk. Ka pas gjën e mirë se ishin ato kujtimet e bukura gallat, por s'ka pas jetë private. Mendoj që jetesa më vete është kryesorja për çdo çift, edhe për fëmijën. Dhe fëmia duhet të dalë se s'bën nga prindi, që të bëhet i pavarur. Përveç që puna që ti bën është si të jetosh me pushime, po ta mendosh, sepse je gjatë gjithkohës në udhëtim, ashtu duket. Po pushimet i bën me lëvizje apo të pëlqen të bësh pushime, se me që jemi në kohë vere, të ulesh edhe të rish, edhe të mos bësh asgjë, të lexosh një libër, të kërcesh. Unë nuk ri dot pa punuar, sepse ne na është bërë dhe rrjetet sociale tani kemi kthyer në një lloj biznesi. Edhe duhet t'i mbash gjithkohon sa më lart që kushmërinë, që kur të vi reklama, të mos ketë rënje që kushmëri. Jeton me këtë merak, ë? Këtë e kam gjithkohon. Kjo është gjëja më e mirë që ka dalë mbas palomës. Mua po më duket një lloj skllavërie kjo. Dëgjoj, është skllavëri, po mua më pëlqen. Një lloj robërie aty e fiksuar pas u bë apo s'u bë viral. Eci shumë apo nuk eci shumë? Po, është një çik skllavëri, po tash. Nuk ka shansi që ta fikësh telefonin dhe të bësh një javë. Nuk e bëj dot. Të takosh Almën, të rish vetëm Almën. Apo Alma është kjo?
Kam nevojë në fakt ta bëj, por nuk e bëj dot. E kam problem dhe me gocën edhe me motrën. Ato janë të qetë, ato nuk... Se kur vinë ata këtu, unë prap nuk e lëshoj telefonin, ata thonë se nuk e lëshoj telefonin, edhe krijohet një lloj, gjithmonë kemi një konflikt kur mblidhemi si familje. Është konflikti përhershëm me të gjithë ne që i përkasim pjesës gazetarisë, nuk e konceptojnë që gjatë një dreke të së dielës të mos jesh aty dhe në fakt është mirë të jemi aty. Se koha fluturon dhe nuk mund të jetojmë vetëm për punën tonë. Mirë shumë nuk e kemi. Është të vërtet. Po ta thot shoqja jote e vogël e fëmirisë që bën kështu si ti. Por mirë nuk e kemi. Le t'ju kërkojmë pak ndjes. Po nuk di si ta zgjidh. Në fakt i me motër është komplet natyrë e kundërt. Ajo ka një rol shumë madh në jetën time. E unë e di që jeni shumë të lidhura. Kur bëja poezi, se unë kam shkruar shumë poezi. Shumë poezi. Kam lexuar me shkrimdore, po. Dhe kur bëja poezi, ishte vetmja që më dëgjonte e zgjoja në 4 të mëngjesit. Se unë poezinë e bëja edhe në 3 të mëngjesit. Kam qenë pak kështu, natyrë shumë artistike dhe ajo më ka ruajtur nga rrethanat e jetës. Se unë jetoja me librat, jetoja me ëndra, unë vetëm krijoja. Madje Bahar Gjoka, profesori im i letërsisë, që kam shumë respekt, se ka pas një ndikim shumë madh në jetën time, thoshte kjo është UFO. Domethënë, ma kishte vënë emrin UFO. Se unë nuk merra veç ç'a ndodhte. Unë dhe këtë qasje kam dhe tani, nuk di cila forcë politike, kush është, përveç kur, domethënë nuk i di kush e drejton këtë ministri, s'merren fare. Gjithmonë kam pas atë botën time. Dhe i me motër, nuk përtonte dhe zgjohej shkreta, dëgjonte, thoshte këtë strofën e ke më mirë. Ka qenë një marrëdhënie fantastike. Ajo ka qenë redaktoria ime. Kryeredaktoria ime. Gjatë gjithë gjimnazit. Të pëlqen Amerika, se e shoh që shkon tek motra? Mua Amerika më pëlqen vetëm për të parë një Broadway, për të parë një muzeum kështu, po nuk është stili jetës time. Unë vdes për Evropën. Evropa është tjetër gjë. Të rim shtrëmbër e të flasim drejt. Ajo kafja e Evropës është tjetër gjë. Ata e pinë kafe në makinë, nuk jam alloj. Ka vende në Amerika, sigurisht si në Evropë, por... Ku e sheh veten pas 10 vjetësh? Duke vazhduar, duke shëtitur nëpër Shqipëri, duke kërkuar histori shqiptare, apo nuk i diet asnjëherë mund ndryshosh? Unë në fakt me këtë bredhjet kam qef ta mbyll jetën, domethënë. Dua vetëm të lëviz, dua vetëm të eci, të takoj njerëz, të bëj video, por do kisha dash një moment jetës time të shkruaja diçka, më mungon shumë e shkruara, më mungon shumë e lexuara, tani kam lënë edhe leximin për fat keq, se nuk po kam kohë. Atëherë le ta mbyllim me një premtim për një libër, për të mbledhur aty, për t'i treguar edhe tek e fundit ti mund të shkruash emocionet e tua për udhëtimet që ke bërë, njerëzit që ke takuar. Ti ke aq shumë për të shkruar, Alma Çupi. Ulu dhe shkruaj. Nuk do kemi kur kohë. Unë gjithmonë thoja do ulem një ditë të shkruaj, por nuk kam kohë. Edhe librin e shkruajta kur më pak kisha kohë. Përkundrazi, e kisha kohën kundër të tëra, të gjitha problemet më ndodhen në atë moment të jetës dhe pikërisht aty vendosa e parë si një lloj katarsi, si një lloj exiti, është do gëzohesh shumë, do kënaqesh shumë. Dhe kam edhe një dëshirë tjetër. Do isha unë shumë e lumtur nëse ti do ulesh shkruash. Dhe unë kam dëshirë të bëj edhe shkollë, dua të mësoj edhe frëngjishten shumë mirë, të shkoj në Francë, të futem Sorbonne, dua të kemi pauzë që të mësoj. Tani është faza që unë kam nevojë të mësoj. Sepse edhe atë që ke mësuar konsumohet, edhe harrohet. Dhe unë e ndjej që neve po bëhemi shumë jeta e shpejtë, Instagrami, emisioni, nxitimi, fjalori bëhet më... Po, varfërohet pak ose bie përsëritës, bëhet përsëritës. Pra thua të njëjtat gjëra dhe ti ke nevojë për një shift. Ke nevojë të kalosh në një gradacion tjetër. Dhe këtë ta japin librat sepse frymëzohesh. Vërtet nuk mësoj njëtën, po ti frymëzohesh. E ndjej dhe unë këtë nevojën tënde dhe jam plotësisht dakord me ty që them, dua të marr 2-3 muaj për veten time, ndoshta edhe 6 muaj, por nuk është momenti, nuk është koha, ja ashtu si ti, por e dua këtë gjë dhe vetëm të mësoj gjëra të reja që të vi me një ide të re, me një qasje të re për jetën. Është shumë e rëndësishme. Në këtë fazë jam se po e ndjej që kam ngecur nga ana intelektuale, si ta them, domethënë, njeriu duhet lëvizi. Do stimuj të rinj. Po, se kur e bëra në 2007 në Francë, unë shkova në Sorbonne, bëra një kurs të bukur për frëngjishten, e kam shjuar shumë, mësova shumë gjëra, se kisha dhe leksione jashtë frëngjishtes dhe kam nevojë të bëj një shkëputje të tillë, një vit. Problemi është se po e bëre këtë shkëputje ti nuk kthesh dot
mbrapsht. Atë se dim ne, ti mund të kthehesh mbrapsht në një formë tjetër. Kjo më trëmb, por njeriu duhet të mësoj. Të trëmb ty diçka? Po më trëmb se ne jemi brez gjithmonë i pasigurt. Ne kemi pasiguri në gen, në laikën. Ne sikur edhe gradaçelat kemi themi ua, s'kemi bukë të hamë. Bilen thot goca mua, thot gjithmonë. Vajza thot po mami, po çfarë punon ka i shumë, sikur s'ke bukë të hash. Slow down, thot ma ule ritmin. Sepse ne jemi gjithmonë në panik, se jemi brez i panikut. Po patjetër. Dhe këtë nuk arri do ta heq. Nuk do ta heqem asnjëherë në fakt ashtu është sa keq. Nuk e di, besoj e ke dhe ti. O Alma Çupi, shumë faleminderit. Unë nuk kënaqa shumë që të kisha në këtë episod. Ke qenë gjithmonë kështu diku në mendimet e mia. E di që unë kujtohem për ty dhe ti nuk kujtohesh për mua. Po ti je më e vogël, i voglin ban mund të madhin. Më ka fshirë, mos mendoni që e ban mendën. Se këtu i themi gjërat, unë ja them kujtimet, asaj i kujtohen gjërat që kanë ndodhur, veshjet që ke bërë, xhinset e tua kur erdhe në Burrel nga Tirana me xhinset siç e Jennifer Aniston edhe unë, ti pëlqeja shumë. I kujtohen këto, por nuk e di atë momentin, por unë kam qenë e vogël dhe i madhi nuk e kujton të voglin. Unë të kujtoj kur erdhe për të punuar te Gazeta Albania që i ardhur atëherë dhe më vjen shumë pas sa kam lexuar shkrimet e tua, shkrimet e ke pas fantastike. Këtë podcastin e ke fantastik, domethënë, më pëlqen edhe kamera edhe çuna që të dalin portretet e pastra, çdo gjë është je shumë mirë. Vetëm shijoje. Okej, në fakt e shijoj pafund. Dhe ti nuk e di që unë në darkë, vonë, kur dua të qetësohem, hy në YouTube-in tënd, edhe lë telefonin aty, se nuk e shoh dot me televizor se nuk dua dritë, e kthe telefonin për mbys mos ke dritë dhe vetëm dëgjoj zërin tënd dhe të ftuarin. Ke pastaj intervista shumë bukur edhe në fushën psikologjike. Domethënë dhe unë i ndjej gjithmonë dhe të kam aty në krevat të kam. Unë fleme Alma Çupi. Të kam. Faleminderit shumë dhe u çlodhsh me pushime. Faleminderit. Dhe më sakt, pushimi yt është të jesh kjo që je dhe vazhdo e mos ndrysho, do thoja. Kam frikë të pushoj se mos vdes. Jo. Më ka frika të pushoj. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abi Bank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.